Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit mëshiruesi. Të dashur vëllezër, të respektuara motra. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe mirësitë e Zotit qofshin mbi ju e familjet e juaja. Ua bëj përfajrë këtë muaj të bekuar të Ramazanit, duke lutur madhrinë e Allahu xhelle shanuhu wa xhelle xhelaluhu, të kemi agjërim të lehtë dhe të pranuar. Në këto minuta apo në këtë diskutim të shkurtër, do të mundohemi të flasim për një çështje e cila është në interesin e gjithë besimtarëve. E në veçanti në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, për arsye se një dukuri e tillë, derisa është prezent në jetën e besimtarit, ka mundësi në momente të caktuara ta identifikojë besimtarin si një person i pasjellshëm, si një person jo i edukuar mirë, si një person i cili nuk është rritur apo nuk është ndërtuar me moral të bukur, dhe si rezultat i saj ka mundësi të ndikojë negativisht edhe në ibadetet të cilat ne i kryejmë, por qoftë edhe në këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Mund të ndikojë negativisht në agjërimin tonë të cilin ne e bëjmë. Mund të ndikojë negativisht në namazin të cilin ne e falim, por edhe në leximin e Kuranit të cilin mund ta bëjmë. Edhe në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, por edhe për gjatë gjithë jetës sonë. Po flasim për zemrimin, një dukuri shumë e shëmtuar, një dukuri e cila tregon moralin e keq të një njeriu, një dukuri e cila tregon papjekurinë e një personi. Andaj vëllezërit e mi, shembuj të cilat i kemi të shumë në historinë tonë, e që na mësojnë dhe na tregojnë ne që persona të cilët kanë qenë me pjekuri të madhe, persona të cilët janë regjistruar në histori si burra të mëdhenj, si njerëz të mëdhenj, kanë qenë njerëz të cilët në momente të caktuara kanë ditur ta kontrollojnë veten e tyre. Në momente të caktuara kanë ditur ta përmbajnë zemrimin e tyre. Në momente të caktuara kanë ditur ta tregojnë moralin e bukur të tyre. Njëri nga këto persona është Hakim Tirmidhiu, një personalitet shumë i njohur në botën islame, i cili ka lënë gjurmët e tij në fushën e hadithit, në fushën e fikut, në fushën e kelamit, por edhe në sufizëm. Përveç se është njohur si person i ditur, ai është njohur edhe si një njeri shumë i devotshëm. Saqë thuaj se nuk i kalonte natë nga netët e tija, që të mos shohë një ëndër të bukur, në cilën ëndër do të shihte pejgamberët e Zotit xhelle shanuhu, do të shihte evliat e Zotit, njerëz të dashur të Zotit, dhe kështu i kalonte netët në ëndër Hakim Tirmidhiu. Megjithse në jetën e tij ai ishte i sprovuar nga belaja e një gruaje. Një grua e cila e urrente atë. Një grua e cila nuk donte ta shohë me sy atë. Një grua e cila sa herë takonte e ofendonte dhe e nënçmonte atë. Vetëm se vetëm ishte një hoxh i mirë, vetëm se vetëm ishte një mësues i mirë, vetëm se vetëm me përgjegjësi më të madhe e kryente detyrën dhe emanetin e tij të Islamit në xhaminë në cilën ai shërbente. Tregohet një ditë prej ditësh Hakim Tirmidhiu, i cili u përgatit në shtëpinë e tij, i veshi teshat e pastërta, e vendoi dhe çallën në kokë dhe u nis për në xhami të kryej detyrën e tij. Kjo grua e cila sa e pa që po kalonte në rrugicën që shkonte për te xhamia, ajo e mori një legjen me ujë në cilin ajo kishte pastruar pislëkun e fëmijëve të saj, dhe e kishte ruajtur këtë ujë për ta poshtruar hoxhën kur ai do të kalonte për në xhami. Dhe kështu kjo grua e morri legjenin dhe me të shpejt nxitoi e mbërriti hoxhën dhe ja derdhi ujin e pist prej te koka deri te këmbë. Vëllezërit e mi, nëse ne do të sprovoheshim me këtë gjendje, si do të reagonim? Me siguri duke njohur karakteret e njerëzve sot, ne do të thonim që me siguri ky hoxhë tani i është kthyer me fjalët më të këqija kësaj gruaje. Është dashur ta shajë këtë grua, është dashur ta ofendojë këtë grua. Si mundet kjo grua t'ja bëj këtë gjë këtij hoxhë e ky të qëndroj pa bërë asgjë? Me siguri është dashur dhe ta rrahë dhe kështu me radhë dhe kështu me radhë. Por Hakim Tirmidhiu nuk veproi asnjërin nga këto gjëra, nga se njerëzit me moral të bukur nuk veprojnë gjëra të tilla. Njerëzit me edukat të mirëfillt nuk veprojnë gjëra të tilla, edhe në momentet kur ato goditen dhe sprovohen nga e keqja e dikujt tjetër. Hakim Tirmidhiu, ashtu sikurse karakterizohej ai me moralin e tij të bukur, e uli kokën në këto momente, u fut në botën e tij shpirtërore
dhe i ngriti duar dhe e luti madhërinë e Allahu xhelleshanuhu duke i thënë: O Zoti im, ti e di gjendjen time dhe ti e di gjendjen e asaj gruaje. Ti e di të keqen të cilën ajo për çdo ditë më bën mua. Ti e di që ajo pa asnjë arsye po më hyn ndër hak. O Allahu im, ti e falësi më i mirë dhe fisniku më i mirë. Falë atë grua për gjunahin të cilin ajo e bëri ndaj meje. Dhe mundësoja asaj gruaje që ta kuptoj të vërtetën e asaj çka ti e ke zbritur për ne, pra të vërtetën e rrugës së drejtë. Hakim Tirmidhiu megjithse u godit nga e keqja e kësaj gruaje dhe goditej për çdo ditë, ai në fund bëri lutje që Zoti ta udhëzojë atë, që Zoti ta falë atë për gabimin cilin e bëri ajo. Në mbrëmje Hakim Tirmidhiu kthehet në shtëpi dhe bie të flej ashtu sikurse bie çdo natë. Mirë po tash ishte një periudhë që ai disa ditë kishin kaluar që nuk shihte ëndra të cilat i shihte me njerëzit e dashur të Zotit. Mirë po ja që sonte, kur kthehet në shtëpi dhe bie të flej, ai përsëri shikon ëndrën e tij të shumëpritur. Pra shikon në ëndër që ishte në shoqëri të pejgamberëve të Zotit, në shoqëri të evlijave të Zotit, në vende të bukura të xheneteve të Zotit xheleshanuhu. Dhe një zë e dëgjon duke i thënë: O Hakim, a e di çka të bëri që ti sonte të rikthehesh në shoqëri të këtyre njerëzve të bekuar? Ai tha: Jo, nuk e di. Tha: Sjellja jote e bukur që e dëshmove sot, edukata dhe morali yt i lartë çka ti e tregove sot, me të keqen kur u përballe me atë grua, pikërisht pra durimi jot i bukur, morali jot i bukur, është rrugtim i moralit të këtyre burrave të mëdhenj me cilët ti je në shoqëri. Pra ta përmbash veten në momente zemrimi, ti i përngjan me moralin e pejgamberëve të Zotit xheleshanuhu. Sepse edhe ato janë goditur me të keqen e njerëzve, por ato të keqen se kanë kthyer kurrë me të keqe, por çdo herë e kanë kthyer me të mirë. Andaj vëllezërit e mi, modeli i Hakim Tirmidhiut me këtë grua dhe sjellja e tij e bukur me këtë grua e cila e goditi me të keqen e saj, le të na shërbejë ne në jetë, që kur të goditemi nga e keqja e dikujt, le të bëjmë durim, le të mos e shfaqim zemrimin tonë, le të mos tregojmë agresivitet, le të mos bëhemi persona grindavec, por le të bëhemi nga ato të cilët durojnë me të tjerët, le të bëhemi nga ato të cilët i arsyetojnë të tjerët, le të bëhemi nga ato njerëz të cilët e tregojnë moralin e tyre të bukur dhe ato që na zbukuron më shumti mësimi të cilin na e jep imani dhe besimi jon që e kemi në zemrat tona. Kjo është rruga e pejgamberëve të Zotit, kjo është rruga e njerëzve të dashur të Zotit, duke qenë të durueshëm, duke e frenuar veten nga zemrimi, duke treguar moralin e bukur, dhe kjo është ajo çka na mëson feja jon e bukur, Islami. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.